Planeti është shtëpia e peizazheve që bien ndesh me normën, vendeve ku format, ngjyrat dhe kushtet nuk përputhen me atë që sugjeron përvoja. Shumë prej tyre u ngritën përmes proceseve të ngadalta dhe të tjerë përmes ngjarjeve të papritura, por të gjitha ndajnë një tipar të përbashkët, ato janë ndryshe nga çdo gjë tjetër përreth tyre. Disa u zbuluan rastësisht, të tjerat mbetën të fshehura për shekuj me radhë. Origjina e saj nuk kuptohet gjithmonë qartë dhe funksionet e saj mbeten çështje studimi. Ato nuk u krijuan për t'u parë ose shpjeguar lehtë, por kanë ngritur pyetje që mbeten të hapura. Cilat të vërteta fshihen në vendet më të çuditshme në botë? Mirë se vini në Mundare. Sot do t'ju tregoj. Le të fillojmë. Derinkuju, qyteti i fshehur nën tokë. Në rajonin e Kapadokisë në Turqinë qendrore ndodhet një nga strukturat nëntokësore më komplekse të zbuluara deri më sot. Derinkuju është një qytet i gdhendur direkt në shkëmbinjt e budh vulkanik të rajonit. Thellësia e saj arrin 85 metra, me të paktën 18 nivele të shpërndara vertikalisht dhe të lidhura me tunele të ngushta dhe të pjerrta. Kjo strukturë u gërmua me dorë, pa makineri moderne. Është vlerësuar se mund të jetë përdorur që nga mijëvjeçari i parë para Krishtit, megjithse origjina e tij e saktë mbetet subjekt i debatit arkeologjik. Banorët mund t'i mbyllin hyrjet me gur rrethor që mund të zhvendoseshin nga brenda, duke sugjeruar një funksion të qartë mbrojtës kundër pushtuesve të mundshëm ose kërcënimeve të jashtme. Sistemi i brendshëm përfshinte dhoma të ndara për banesa, depo, stalla, kuzhina dhe faltore. Janë identifikuar gjithashtu vrima vertikale që lejojnë qarkullimin e ajrit nga sipërfaqja në nivele më të thella. Disa nga këto sapata arrin 60 metra dhe demonstrojnë planifikim të saktë për mbijetesë të zgjatur nën tokë. Kapaciteti total i Derinkuju është vlerësuar në rreth 20.000 njerëz. Qyteti kishte burime të pavarura ujë të lidhura me akuiferet, duke u lejuar banorëve të tij të mbeteshin të fshehur për periudha të gjata. Në disa sektor, nivelet ishin të organizuara sipas funksionit, ato të sipërmet për kafshët, ato të mesmet për banimin e njerëzve dhe ato më të thellat si depo ose strehimore. Korridoret ishin qëllimisht të ngushta, duke e bërë të vështirë lëvizjen e grupeve armike. Në çdo nivel kishte porta ose dhoma me kyçje që lejonin që të gjitha pjesët të mbylleshin në rast emergjence. Qyteti nuk ishte i izoluar, janë identifikuar tunele që lidhin Derinkujun me qytete të tjera nëntokësore aty pranë, siç është Kajmakli, disa kilometra larg. Rizbulimi modern i Derinkuju ndodhi në vitin 1963, kur një banor vendas rrëzoi një mur të shtëpisë së tij dhe gjeti një tunel që e çonte në sistemin kryesor të ujësjellësit. Që atëherë vetëm një pjesë e qytetit është hapur për publikun. Pjesa tjetër mbetet e mbyllur për arsye sigurie dhe ruajtjeje. Plani i brendshëm, njohuritë e aplikuara inxhinierike dhe përdorimi mbrojtës i hapësirës e bëjnë Derinkujun një shembull unik të arkitekturës së planifikuar nëntokësore. Ekzistenca e tyre tregon se qytetërimet e lashta anatoliane zhvilluan zgjidhje të përparuara strukturore për t'u mbrojtur nga konflikti, klimat ekstreme dhe persekutimi fetar. Shkretëtira që vlon, Danakil. Depresioni Danakil ndodhet në Etiopinë Verilindore, brenda rajonit Afar, pranë kufirit me Eritrean. Kjo zonë konsiderohet si një nga më të pabanueshmet në planet për shkak të kombinimit të aktivitetit intensiv gjeologjik, temperaturave ekstreme dhe lagështisë së ulët. Toka ndodhet më shumë se 100 metra në nivelin e detit dhe ndodhet në një kryqëzim të 3 fish të pllakave tektonike. Danakil është shtëpia e disa vulkaneve aktive, përfshirë Erta Ale, e cila përmban një liçen lave të vazhdueshëm. Çarjet gjeotermale lëshojnë gazra të tilla si dioksidi i sulfurit dhe avujt e ujit.
Toka përmban depozita kripe, sufuri dhe oksidesh hekuri që krijojnë formacione me ngjyra intensive në të verdhë, jeshile, portokalli dhe të bardhë, të dukshme kryesisht në zonën e Dallol. Temperaturat mund të kalojnë 50 gradë Celsius për pjesën më të madhe të vitit. Ky mjedis është klasifikuar si një nga më të nxehtit dhe më të thatët e banuar nga njerëzit. Pavarësisht kushteve të pafavorshme, popullatat afar kanë zhvilluar metoda tradicionale të nxjerrjes së kripës në bloqe drejtkëndëshe, të cilat i transportojnë me karvan devesh në rajone më të ngrohta. Gjeologjia e zonës lejon vëzhgimin e formimit të korës së tokës në kohë reale. Rajoni është një pellg i përhapur ku pllakat afrikane dhe arabe po largohen me një shpejtësi prej afërsisht 2 cm/s në vit. Ky aktivitet gjeneron fundosje, çarje të dukshme dhe mikrotërmete të shpeshta. Në zonën e Dallolit janë identifikuar pellgje me ujëra acidik me vlera për afër zeros, të shoqëruara nga përqendrime të larta të kripërave metalike. Këto kushte kanë tërhequr interesin e astrobiologëve dhe gjeokimistëve për shkak të ngjashmërive të tyre me mjediset ekstreme në trupa të tjerë qiellor. Disa studime kanë vënë në pikpyetje mundësinë e jetës në këto ujëra, ndërsa të tjera kanë raportuar mikroorganizma të përshtatur ndaj aciditetit ekstrem. Toka e Danakilit përmban shtresa të gjera kripe që u formuan nga avullimi i deteve të lashta. Formacionet e evaporiteve janë përdorur si një model gjeologjik për të hetuar evolucionin e pellgjeve të mbyllura. Struktura e terrenit lehtëson gjithashtu ngritjen e magmës pranë sipërfaqes, duke shkaktuar formimin e kupolave të kripës, koneve vulkanike dhe burimeve të nxehta. Qasja në Danakil kërkon leje zyrtare, eskorta të armatosura dhe ndihmë të specializuar logjistike. Rrugët për në vendet më aktive kalojnë nëpër terren pa infrastrukturë dhe kërkojnë planifikim të detajuar. Kushtet termike, toksiciteti i ajrit dhe paqëndrueshmëria e tokës kufizojnë qëndrimet e zgjatura për vizitorët dhe teknikët. Humnera blu, vrima e madhe e Belizes në brigjet e Belizes, në detin e Karaibeve, një rreth pothuajse i përsosur hapet në mes të ujit të brus. Ka një diametër më shumë se 300 metra dhe zhytet në një thellësi prej 120 metrash. Njihet si vrima e madhe blu. Forma, madhësia dhe ngjyra e saj e bëjnë atë një nga gropat nënujore më mbresëlënëse në planet. Kjo vrim nuk u formua nga një ndikim apo shpërthim. Ai filloi gjatë epokës së fundit të akullnajave, kur nivelet e detit ishin shumë më të ulta. Në atë kohë, vendi ishte pjesë e një shpelle të thatë të vendosur në tokë të thatë. Kur klima ndryshoi dhe niveli i ujit të oqeanit u rrit, shpellat u shembën dhe u përmbytën plotësisht, duke ekspozuar këtë grop të madhe rrethore. Fundi i vrimës është i përbërë nga një përzierje sedimentesh, formacionesh gëlqerore dhe stalaktitesh që ruhen ende nën ujë. Ekzistenca e saj u konfirmua në detaje në vitin 1971, kur eksploruesi Jacques Cousteau e përfshiu atë në një nga ekspeditat e tij, që atëherë është bërë një pikë referimi botërore për zhytje të thella. Megjithatë, zbritja në brendësi nuk është e lehtë. Muret bëhen gjithnjë më të errëta dhe kalimi i dritës zvogëlohet me shpejtësi. Në një thellësi të caktuar, përzierja e gazit ndryshon dhe akumulimi i azotit mund të shkaktojë ndryshime në perceptim. Disa zhytës kanë humbur jetën duke eksploruar nivelet e tij më të ulta. Mjedisi detar përreth vrimës është i pasur me jetë. Peshkaqenët e shkëmbimeve në New York, breshkat dhe sfungjerët lëvizin nëpër zonën e jashtme. Por në brendësi të vendit, fauna është e kufizuar. Në një thellësi prej rreth 40 metrash, një shtresë e dendur sulfuri hidrogjeni ndan ujërat e sipërme nga ujërat e poshtme. Poshtë asaj linje, pothuajse nuk ka oksigjen, që do të thotë se pak specie mund të mbjetojnë. Në një ekspedit të kohëve të fundit, e gjithë vrima u hartëzua në mënyrë digjitale. U zbuluan struktura të shembura, dhoma anësore dhe një fund i sheshtë i mbuluar nga një shtresë e trashë balte. Edhe pse nuk u gjetën gjurmë njerëzore, studiuesit gjetën prova të kalimeve të lashta të shpellave, duke konfirmuar origjinën e saj gjeologjike. Vrima e madhe blu është pjesë e sistemit të koraleve të Belizes, një vend i trashëgimisë botërore. Autoritetet kanë vendosur rregullore të rrepta për të ruajtur ekuilibrin e saj mjedisor dhe qasja është e kufizuar vetëm për operatorët e certifikuar. Formimi, thellësia dhe struktura e saj nëntoksore e bëjnë atë një rast unik të një grope detare.
Nuk ka asnjë tjetër me përmasat e tij ose me historinë e tij gjeologjike kaq mirë të dokumentuar. Nën sipërfaqe, vrima nuk është vetëm një sfidë për shqytësit, por edhe një dritare në të kaluarën e planetit. Liçeni i Kandil Deti në një ishull të vogël në paqësorin perëndimor, brenda arkipelagut Palau, ndodhet një liçendetar ku mijëra Kandil Deti lëvizin çdo ditë duke ndjekur rrugën e diellit. Vendi njihet si liçeni i kandileve dhe është i ndarë nga oqeani i hapur nga një barierë natyrore shkëmbinjsh dhe bimësie. Pavarësisht se është i lidhur nën tokë me Detin, ekosistemi i tij ka evoluar në izolim të plotë. Kandilet e Detit që banojnë në këtë liçen janë unike. Gjatë mijëra viteve, në mungesë të grabitqarëve natyror, ata kanë humbur pothuajse plotësisht aftësinë e tyre për të kafshuar. Ato janë kandil deti të artë të llojit Mastigias, një nënlloj i përshtatur në këtë mjedis të mbyllur. Lëvizja e tyre kolektive nëpër ujë është studiuar nga biologët për saktësinë e saj të përditshme, pasi ato orientohen nga rrezet e diellit për të maksimizuar fotosintezën e algave simbiotike që ato mbajnë brenda tyre. Liçeni është afërsisht 400 metra i gjatë dhe ka një thellësi maksimale prej 30 metrash. Në shtresën sipërfaqësore, përqendrimi i oksigjenit lejon jetën e këtyre kandil deti dhe disa specieve të tjera të përshtatura me mjedisin. Por nga 15 metra mbi nivelin e detit, oksigjeni zhduket plotësisht. Në atë thellësi fillon një shtresë e dendur me përqendrime të larta të sulfurit të hidrogjenit, një gaz toksik për njerëzit dhe shumicën e organizmave detar. Vizitorët mund të notojnë midis kandilave të detit, për sa kohë që e bëjnë këtë në zonën e sigurt. Përdorimi i pajisjeve të zhytjes me stuba nuk lejohet, pasi flloskat mund të prishin ekuilibrin delikat të ujit. Qasja rregullohet nga qeveria lokale dhe çdo vizitor duhet të ndjekë udhëzime specifike për të shmangur dëmtimin e ekosistemit. Ky liçen është një nga disa pellgje të ngjashme ujore në rajon, por është më i njohur për madhësinë dhe dendësinë e popullatës së kandileve të detit. Është vlerësuar se gjatë sezonit të pikut mund të përmbajë miliona ekzemplarë në lëvizje. Studimi i tyre ka ofruar të dhëna mbi përshtatjen biologjike në mjedise të mbyllura, evolucionin pa presionin e grabitqarëve dhe marrëdhënien midis organizmave detar dhe mikroorganizmave simbiotik. Izolimi i liçenit filloi rreth 12.000 vjet më parë, kur nivelet e detit u rritën pas përfundimit të epokës së fundit të akullnajave. Uji i detit depërtonte në përçarje në gurin gëlqeror, duke mbushur gropzat e brendshme. Me kalimin e kohës, jeta e egër u bllokua në kushte të ndryshme nga ato të oqeanit, duke krijuar një ekosistem të vetëmjaftueshëm. Liçeni i kandil detit është një rezervë natyrore e mbrojtur. Brishtësia e tyre ekologjike ka çuar në mbyllje të përkohshme në të kaluarën, veçanërisht kur nivelet e krypësisë ose të temperaturës kanë ndryshuar papritur. Sot është një nga vendet e pakta në botë ku mund të vërehet migrimi diellor në një mjedis detar plotësisht të mbyllur. Zjarri i bllokuar, krateri Darvaza në zemër të shkretëtirës Karakum në Turkmenistan, një zgavër në tokë ka qenë duke u djegur pa pushim për më shumë se 50 vjet. Ky është krateri Darvaza, një gërmim me origjinë aksidentale që është bërë i njohur gjerësisht si Porta e Ferrit. Diametri i saj tejkalon 60 metra dhe thellësia arrin 30. Nga brenda dalin flakë të vazhdueshme, duke ndriçuar tokën natën. Historia e këtij krateri filloi në vitin 1971, kur një ekip gjeologësh sovjetik shpuan zonën në kërkim të gazit natyror. Gjatë operacionit, toka papritmas u lëkund dhe pajisjet e shpimit u thithën në një xhep nëntoksor. Menjëherë pas kësaj, filluan të çliroheshin sasi të mëdha metani. Për të parandaluar helmim ose shpërthim të mundshëm, teknikët vendosën t'i vinin flakën gazit, duke shpresuar se do të shuhej brenda pak ditësh. Djegia nuk u ndal kurrë. Dekada më vonë, zjarri është ende aktiv. Temperatura në fund të kraterit vlerësohet të kalojë 400 gradë Celsius. Shkaku kryesor i qëndrueshmërisë së tij është lëshimi i vazhdueshëm i gazit nga shtresat e thella të nëntokës, duke nxitur vazhdimisht flakën.
Deri më tani, nuk është gjetur asnjë mënyrë efektive për ta shuar atë. Krateri ndodhet në një zonë të largët të vendit. Nuk ka infrastrukturë formale për turizëm dhe qasja bëhet nëpërmjet rrugëve të pashtruara me automjete për të gjitha terrenet. Pavarësisht kësaj, mijëra njerëz e vizitojnë atë çdo vit, të tërhequr nga veçantia e fenomenit. Shumica e vizitave ndodhin në Muzg, kur shkëlqimi i zjarrit është i dukshëm për kilometra përreth. Zona përreth kraterit është e pasur me burime fosile. Turkmenistani ka rezerva të mëdha të gazit natyror dhe shumë zona shkretinore janë të hapura për eksplorim dhe nxjerrje. Megjithatë, Darvaza është bërë një rast i izoluar, një arratisje e shndërruar në një atraksion të përhershëm. Ekzistenca e saj ngre pyetje në lidhje me kontrollin e emetimeve të padëshiruara dhe ndikimin e shpimit në tokë të paqëndrueshme. Në vitin 2020, qeveria turkmene urdhëroi një vlerësim të masave për të shuar zjarrin, duke përmendur shqetësime mjedisore dhe shëndetësore. Megjithatë, deri më sot nuk është ndërmarrë asnjë ndërhyrje efektive. Mbyllja e kraterit do të përfshinte rreziqe të konsiderueshme teknike, si dhe investime të konsiderueshme. Krateri Darvaza nuk është i kufizuar nga bariera fizike. Nuk ka sinjalistik të drejtpërdrejtë ose pika sigurie. Afërsia me skajin e Kodrës përbën një rrezik për vizitorët, veçanërisht natën. Autoritetet kanë lëshuar rekomandime, por vendi mbetet i pamonitoruar. Edhe pse nuk ishte as i planifikuar dhe as i projektuar, krateri Darvaza është sot një nga fenomenet gjeologjike më të njohura në Azinë Qendrore. Origjina, kohëzgjatja dhe aktiviteti i tij i vazhdueshëm e kanë bërë atë një rast unik në studimin e aksidenteve industriale dhe emetimeve natyrore të vazhdueshme. Lumejt me ngjyra të ndezura, Cao Cristales në Kolumbinë Qendrore, brenda parkut kombëtar Sierra de la Mazarena, rrjedh një lum, pamja e të cilit ndryshon me stinën. Emri i tij është Cao Cristales dhe është bërë i njohur për praninë e njëkohshme të disa ngjyrave në ujërat e tij. Kjo veçori nuk i detyrohet mineraleve apo ndotësve, por një organizmi bimor që jeton në fund të shtratit të lumit. Bima ujore përgjegjëse për fenomenin është një specie endemike algash e quajtur Mazarenia clavigera. Gjatë sezonit të shirave dhe mëtej, ekspozimi ndaj rrezeve të diellit dhe niveli i saktë i ujit lejojnë riprodhimin masiv. Në atë kohë, fundi i lumit është i mbuluar me pigmente intensive duke përfshirë të kuqen, jeshilen, të verdhën, blun dhe të zezën. Efekti vizual ndryshon në varësi të kohës së ditës dhe thellësisë së ujit në secilën pjesë. Lumi është i gjatë rreth 100 kilometra. Rrjedha e tij nuk është konstante dhe nuk është e lundrueshme. Shumica e zonave me praninë e ngjyrave janë të vendosura në zona të cekta, ku uji është plotësisht i pastër. Kjo ju lejon të shihni qartë formacionet shkëmbore, bimët dhe sedimentet që kontribuojnë në larminë kromatike. Qasja në Cao Cristales rregullohet nga entitetet mjedisore. Është e mundur të vizitohet vetëm gjatë periudhave të caktuara të vitit, kur ekosistemi është i garantuar të jetë i padëmtuar. Hyrja është e kufizuar në ture në këmbë me gujtë të autorizuar dhe përdorimi i kremit mbrojtës nga dielli ose kimikateve që mund të ndryshojnë përbërjen e ujit është i ndaluar. Mjedisi natyror përreth lumit është gjithashtu unik. Sierra de la Mazarena është një zonë tranzicioni midis tre ekosistemeve kryesore, Amazonës, Andeve dhe fushave lindore. Kjo ka krijuar një biodiversitet unik, me lloje kafshësh dhe bimësh që gjenden vetëm në atë rajon. Shtrati i lumit është formuar nga shkëmbim të lashtë të mburojës së Gujanës, një nga formacionet gjeologjike më të vjetra në planet. Gropat natyrore në këto shkëmbim, të njohura si gropa, grumbullojnë ujë dhe lejojnë përqendrimin e bimëve që gjenerojnë ngjyra. Këto zgavra, të formuara nga erozioni i lumit, veprojnë si rezervuar vizual të pigmentit natyror.
Vulkani me 3 faqe, Kelimutu në qendër të ishullit Flores, Indonezi, ndodhet një vulkan, maja e të cilit është ndarë në 3 kratere, secili i mbushur me një liqen me ngjyrë të ndryshme. Kompleksi quhet Kelimutu dhe konsiderohet si një nga formacionet vulkanike më unike në arkipelagun indonezian. Ndryshe nga kalderat e tjera, të 3 liqenet ndodhen në një distancë të shkurtër nga njëri tjetri, por ngjyrat e tyre ndryshojnë në mënyrë të pavarur. Dallimi në ton nuk është për shkak të pigmenteve fikse, por të reaksioneve kimike që ndryshojnë me kalimin e kohës. Liqenet përmbajnë ujë shumë acid, të pasur me minerale të tretura që reagojnë me gazrat vulkanik të emetuar nga fundi. Këto komponime, së bashku me ndikimin e faktorëve të jashtëm si shiu, oksigjeni atmosferik dhe temperatura, prodhojnë ndryshime të vazhdueshme në ngjyrën e ujit. Janë regjistruar nuanca të ngjyrës blu, jeshile, kafe, të bardhë, të kuqe dhe madje edhe të zezë. Secili prej 3 liqeneve ka një emër lokal. Më perëndimi është Tiu Atambupu. 2 të tjerat, Tiu Nua Muri Kofai dhe Tiu Atapolo, ndahen nga një muri holl shkëmbor. Dimensionet dhe thellësitë janë të ndryshme dhe nuk ka komunikim të drejtpërdrejtë midis tyre, gjë që përforcon ndryshimet kimike dhe termike midis trupave të tyre të ujit. Kelimutu ndodhet brenda një parku kombëtar dhe është një vulkan aktiv. Nuk ka shpërthime të shpeshta, por lëvizjet e brendshme të magmës vazhdojnë të gjenerojnë emetime gazrash. Këto gazra ngrihen përmes ujit në kratere dhe ndryshojnë përbërjen e tij kimike. Monitorimi kryhet rregullisht dhe ndryshimet në ngjyrën e liqeneve janë një nga treguesit e aktivitetit të brendshëm. Edhe pse fenomeni është gjeologjik, sjellja e tij është e parregullt dhe e vështirë për t'u parashikuar. Ndonjëherë, të 3 liqenet kanë shfaqur ngjyra të ngjashme. Në periudha të tjera, secila ka përvetësuar një ton të ndryshëm. Variacionet nuk ndjekin një model të caktuar vjetor. Kjo e ka bërë Kelimutun një objekt studimi për vulkanologët, kimistët dhe klimatologët. Zona përreth vulkanit është malore dhe e vështirë për t'u arritur. Për të arritur në skajet e kratereve, është e nevojshme të ecësh përgjatë shtigjeve të shënuara. Parku ka një platformë vëzhgimi nga e cila mund të shihni të 3 liqenet njëkohësisht. Autoritetet kanë vendosur rregulla të rrepta për të shmangur kontaktin e drejtpërdrejtë me ujin, për shkak të toksicitetit të tij dhe brishtësisë së skajeve të tij. Pavarësisht madhësisë së tij të moderuar, Kelimutu është një nga vulkanet më të pazakonta në Azinë Juglindore. Bashkëjetesa e 3 trupave të veçantë të ujit me karakteristika kimike kaq të ndryshme, nuk ka ekuivalent të qartë në sistemet e tjera aktive vulkanike. Ku shkretëtira takon detin, bregu i Namibit nuk ndodh shpesh që një shkretëtir të përfundojë në oqean pa një tranzicion të dukshëm. Në bregdetin perëndimor të Afrikës, shkretëtira Namib zbret direkt në det. Ky takim i papritur midis dunave dhe ujit formon një nga peizazhet më ekstreme dhe unike në planet. Ripi bregdetar njihet si bregu i skeleteve, një shtrirje toke e shkret qindra kilometra e gjatë pa vendbanime të përhershme. Dunat e Namibit janë ndër më të vjetrat në botë, të formuara më shumë se 5 milion vjet më parë. Ato arrin lartësi mbi 300 metra dhe shtrihen pingull me Oqeanin Atlantik. Ngjyra e saj varion nga e artë në të kuqëremtë, varësisht nga sasia e oksidit të hekurit të pranishëm në rër. Era e detit është formësuesi kryesor i formave të saj. Mjegulla është një element i vazhdueshëm në këtë bregdet. Prodhohet nga bashkëveprimi midis ajrit të ftohtë të oqeanit dhe nxehtësisë së shkretëtirës. Kjo lagështje atmosferike është një burim jetësor për disa specie endemike, siç është brumbulli Namib, i cili kap pikat e ujit në trupin e tij të tjerët për të mbijetuar në një mjedis pa shi. Ka shumë anije të mbytura në bregdet. Kushtet e paparashikueshme të motit, rrymat e forta dhe mungesa e pikave vizuale të referimit bën që shumë anije të ngecnin në det përtej mundësisë së shpëtimit. Disa nga këto struktura mbeten pjesërisht të varrosura në rër, të dukshme nga ajri. Marinarët e mbijetuar u përballën me dehidratim të plot brenda pak orësh. Toka midis dunave dhe detit është e paqëndrueshme. Nuk ka rrugë të shënuara dhe qasja bëhet me automjete speciale ose nga ajri.
Disa zona janë të kufizuara për shkak të pranisë së kampeve të minierave dhe zonave të mbrojtura. Namibia ka krijuar rezerva natyrore përgjatë disa pjesëve të bregdetit të saj për të ruajtur biodiversitetin që varet nga mikroklima bregdetare. Zona është gjithashtu një vend me interes për studimet e adaptimit. Kafshët të tilla si çakejt, hjenat kafe, zvaranikët dhe gjitarët e vegjël kanë zhvilluar zakone nate dhe dieta specifike për të përfituar nga mbetjet e lëna nga deti në plazh. Bimët gjithashtu kanë evoluar për të kapur lagështin nga mjegulla dhe për t'i bërë ballë lëvizjes së vazhdueshme të rërës. Kufiri vizual midis shkretëtirës dhe oqeanit nuk ndryshon. Nuk ka bimësi që kufizon të dy mjediset. Rëra bie direkt në ujë dhe valët përplasen në një bazë pa pengesa. Ky bashkëveprim i drejt për drejt, pa tranzicion gradual, është ajo që e bën bregun e Namibit një shembull unik të një përplasjeje natyrore midis dy ekosistemeve kundërshtare. Këneta e vdekur, Deadvlej thellë brenda parkut kombëtar Namib Naukluft, i rrethuar nga disa nga dunat më të larta në planet, shtrihet një luginë e thatë e njohur si Deadvlej. Emri i saj do të thotë kënetë e vdekur dhe i referohet një ligatine të lashtë që u shkëput plotësisht nga uji shekuj më parë. Vendi përbëhet nga një tokë me argjil të bardhë të ngurtësuar, pemë të ngordhura pa gjethe dhe një mjedis pa jetë të dukshme. Peizazhi aktual është rezultat i një ndryshimi në rrjedhën e lumit Tsauçab, i cili e ushqente këtë zonë sipas stinëve. Rreth 600 vjet më parë, dunat lëvizëse bllokuan rrjedhën e ujit dhe Deadvlej u shkëput nga çdo burim uji. Bimësia u tha shpejt më pas, por pemët e ngordhura mbetën në këmbë. Ato nuk u dekompozuan për shkak të thatësirës ekstreme të klimës. Pemët e dukshme në Deadvlej nuk janë të ngurtësuara. Vlerësohet se ato janë midis 600 dhe 800 vjeç. Trungjet e tyre të zeza u dogjën nga ekspozimi i drejtpërdrejt ndaj diellit për shekuj me radhë. Mungesa e lagështirës në mjedis ka penguar bakteret dhe kërpudhat të përshpejtojnë dekompozimin e tij. Ajo që mbetet është një lloj fosili natyror bimor, i pandryshuar që kur uji është zhdukur. Toka e Deadvlej është kompakte dhe e qarë. Është i përbërë nga sedimente argjile që dikur grumbullonin ujë. Kur toka u tha plotësisht, ajo mori një ngjyrë të çelët që bie ndesh me të kuqen intensive të dunave përreth dhe blun e qiellit. Ky kombinim tonesh dhe formash e ka bërë vendin një nga më të fotografuarit në Afrikën Jugore. Dunat që rrethojnë zonën janë mbi 300 metra të larta. Ato janë grumbullime rëre të mbartura nga era nga Oqeani Atlantik, të formuara nga rryma të vazhdueshme dhe pa bimësi për t'i mbajtur në vend. Disa, të tilla si Dune 45 ose Big Da 2, janë të arritshme në këmbë dhe ju lejojnë të vëzhgoni të gjithë peizazhin nga kreshtat e tyre. Për të hyrë në Deadvlej duhet të udhëtoni disa kilometra nga hyrja e parkut. Pjesa e fundit e itinerarit mund të bëhet vetëm me automjete të pajisura për rërë të thellë. Ecja e fundit drejt luginës së thatë kalon nëpër fusha të hapura me ekspozim të plot në diell, duke kërkuar që vizitorët të marrin me vete krem mbrojtës nga dielli dhe shumë ujë. Nuk ka kafshë banuese të përhershme në Deadvlej. Megjithatë, disa specie të adaptuara në shkretëtir, siç janë akrepat, insektet dhe zogjt e vegjël, kalojnë her pas here nëpër zonë. Mungesa e hijes dhe e burimeve të ushqimit e bën të paqëndrueshme praninë e qëndrueshme të faunës më të madhe. Deadvlej nuk ka ndryshuar dukshëm prej shekujsh. Gjendja e saj aktuale është rezultat i një procesi të ngadalë dhe përfundimtar, ndërprerja e një ekosistemi lumor nga përparimi i shkretëtirës. Sot është një hapësirë e ngrirë në kohë, ku çdo element ruan të njëjtën pamje si kur uji u zhduk.
Enet e pashpjegueshme, fusha e kavanozëve në malësitë veriore të Laosit, në njësër kodrash të buta të mbuluara me bimësi të ulët, mira e nguri janë të shpërndara pa ndonjë model të dukshëm. Vendi njihet si fusha e kavanozëve. Strukturat janë të mëdha, të rënda dhe të gdhendura nga bloqe shkëmbi. Disa arrin 3 metra lartësi dhe peshojnë disa ton. Shpërndarja dhe funksioni i saj origjinal mbeten të pashpjegueshme. Këto enë megalitike janë të shpërndara në disa grupe arkeologjike. Më i madhi, i quajtur vendodhja 1, përmban më shumë se 300 njësi. Në total, më shumë se 90 zona me praninë e kavanozëve janë dokumentuar në të gjithë rajonin Xieng Kouang. Ato janë bërë kryesisht nga gur ranor, granit dhe gur gëlqeror, materiale që nuk përputhen gjithmonë me formacionet gjeologjike të vendit ku u gjetën. Mosha e saktë e kavanozëve nuk është përcaktuar me saktësi. Megjithatë, studimet më të fundit i vendosin ato midis 500 vjetëve para erës sonë dhe 500 vjetëve të erës sonë. Disa hetime kanë gjetur mbetje njerëzore, fragmente qeramike dhe objekte metalike pranë strukturave, duke sugjeruar përdorim të mundshëm për funeral. Nuk ka një teori të saktë për qëllimin e saj. Disa hipoteza sugjerojnë se ato mund të jenë përdorur për të ruajtur ujin e shiut, për të fermentuar orizin, për të ruajtur ushqimin ose për të mbajtur hirin e njeriut pas djegjes. Është ngritur gjithashtu mundësia që ato të kenë qenë pjesë e ritualeve funerale, për shkak të pranisë së varreve dhe mbetjeve të kockave në afërsi të tyre. Vendi ishte i mbyllur për disa dekada për shkak të pranisë së municioneve të pashpërthyera, rezultat i bombardimeve gjatë luftës së Vietnamit. Aktualisht, disa vende janë pastruar dhe hapur për publikun, megjithse disa zona mbeten të paeksploruara për arsye sigurie. Transporti dhe vendosja e kavanozëve mbetet një nga aspektet më enigmatike. Disa prej tyre janë të vendosura në teren të lartë, larg guroreve të njohura. Nuk janë gjetur mbetje mjetesh që të shpjegojnë se si u gdhendën ato me një saktësi të tillë ose si u zhvendosën në distanca të konsiderueshme pa teknologji të përparuar. Mjedisi natyror i rajonit është i qëndrueshëm. Kushtet e thata klimatike, me rreshje të përqendruara në një stin të vetme, kanë lejuar që strukturat të mbeten relativisht të paprekura gjatë shekujve. Bimësia e ulët dhe urbanizimi i kufizuar kanë kontribuar gjithashtu në ruajtjen e peizazhit arkeologjik. Rafshi i kavanozëve u përfshi në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s në vitin 2019. Rëndësia e saj qëndron jo vetëm në sasinë dhe madhësinë e objekteve, por edhe në faktin se ato përfaqësojnë një formë të kulturës materiale pa paralele të njohura të drejtpërdrejta. Misteri që rrethon origjinën dhe funksionin e tij mbetet i hapur dhe kërkimet në këtë fushë vazhdojnë me ndërprerje. Pyll i ngrirë nën ujë, liçeni ka ndy në një rajon malor në juglindje të Kazakistanit, në një lartësi mbi 2000 metra, është formuar një liçen që ruan mbetjet e paprekura të një pylli nën sipërfaqen e tij. Ky është liçeni Kaindy, një pellg i zgjatur me ujë të ftohtë e të thellë ku trungjet e zhytura të pemëve të lashta qëndrojnë drejt, sikur koha të ketë ndaluar. Liçeni nuk ka origjinë as akullnajore dhe as vulkanike. U krijua natyrshëm nga një rëshitje dhe u e shkaktuar nga një tërmet në vitin 1911. Rëshitja e dheut bllokoi luginën Kaindy, duke ndërprerë rrjedhën e një përroj që filloi të grumbullohej pas murit të sedimenteve. Brenda disa javësh, uji mbuloi të gjithë pyllin, duke i zënë në grack pemët nën sipërfaqen e tij. Temperatura e ujit, e cila rrallë i kalon 6 gradë Celsius, ngadalsoi dekompozimin e drurit. Trungjet u ruajtën në vend, pa u përkulur ose shembur. Nga sipërfaqja, ato dalin drejt lart, pa deg ose gjethe. Megjithatë, nën ujë, shumë deg mbeten të paprekura, të dukshme në kushte të mira ndriçimi. Efekti vizual ndryshon me stinën. Në verë, uji merr një nuancë blu-jeshile dhe trungjet e pemëve dalin si gjilë për agri në sfondin e pyllit të zhytur. Në dimër, sipërfaqja mund të ngrijë pjesërisht duke e transformuar peizazhin në një kombinim akulli, uji dhe druri të pezulluar.
Liçeni ka një thellësi mesatare prej 20 metrash dhe një sipërfaqe prej afërsisht 400 metrash. Nuk ka infrastrukturë të përhershme turistike. Qasja bëhet nëpërmjet rrugëve malore dhe vendi është pjesë e parkut kombëtar Kolsaj. Lundrimi me vark dhe zhytja lejohen vetëm me autorizim paraprak dhe sipas kushteve të rrepta të ruajtjes. Tokë e një epoke tjetër, ishulli Sokotra në Oqeanin Indian, më shumë se 300 kilometra larg brigjeve të Yemenit, shtrihet një ishull që strehon një ekosistem pa ekuivalent të njohur. Sokotra është më e madhja e një arkipelagu të vogël e të izoluar, dhe biologjia e saj ka evoluar në mënyrë të pavarur për miliona vjet. Gati 37% e specieve të bimëve të saj nuk gjenden askund tjetër në planet. Formimi gjeologjik i ishullit daton më shumë se 20 milion vjet më parë. I ndarë nga kontinenti afrikan dhe gadishulli arabik nga lëvizjet tektonike, izolimi i tij u lejoi shumë specieve të mbjetonin pa konkurrencë ose grabitqar të jashtëm. Kjo gjendje krijoi një mjedis të dominuar nga forma të pazakonta bimore. Pema më përfaqësuese e Sokotra është Dracaena cinnabari, e njohur si gjaku i dragojt. Kulmi i saj i dendur në formë ombrele dhe rrëshira e kuqërremtë e dallojnë atë nga çdo specie tjetër peme. Përgjatë saj rriten bimë sukulente me struktura të përdredhura, shkure me gjethe dylli dhe lule të përshtatura për kushte jashtëzakonisht të thata. Bimësia shpërndahet sipas lartësisë, orientimit të erës dhe disponueshmërisë së ujrave nëntoksore. Klima e Sokotrës është e thatë dhe e nxehtë për pjesën më të madhe të vitit, me një periudhë të shkurtër me shira të ndikuar nga musonet. Malet e brendshme ruajnë një pjesë të lagështisë dhe lejojnë formimin e mikroklimave, ku përqendrohet diversiteti më i madh biologjik. Nuk ka lumenj të përhershëm, por ka depozita uji në shpella dhe çarje në terrenin gëlqëror. Fauna gjithashtu ka karakteristika unike. Midis zvaranikëve janë identifikuar më shumë se 20 specie endemike, duke përfshirë hardhuca, geko dhe gjarpërinj që nuk banojnë në asnjë ekosistem tjetër. Sa i përket jo vertebrorëve, shkencëtarët kanë dokumentuar qindra lloje insektesh dhe araknidesh të përshtatura me kushtet e ishullit. Zonat bregdetare janë të rrethuara nga shkëmbinj koralor relativisht pak të eksploruar. Vija bregdetare shkëmbore është shtëpia e mangrovave, lagunave të kripura dhe plazheve me rërë të bardhë. Popullsia njerëzore është e vogël, e përqendruar në fshatra të vegjël ku praktikohet peshkimi, blegtoria dhe mbledhja e rrëshirës. Nuk ka infrastrukturë të madhe apo zhvillime masive turistike. Sokotra u shpall vend i trashëgimisë botërore nga UNESCO në vitin 2008. Aktivitetet ekonomike rregullohen nga planet e menaxhimit që synojnë të parandalojnë futjen e specieve të huaja dhe shfrytëzimin e tepërt të burimeve. Pavarësisht izolimit të tij, ishulli ka qenë subjekt i interesit në rritje shkencor dhe ekologjik. Vlera e Sokotrës qëndron në statusin e saj si një laborator natyror për evolucionin biologjik. Format e tyre të jetës, të përshtatura në një mjedis të ashpër dhe të izoluar, përfaqësojnë një shembull të gjallë se si biodiversiteti mund të zhvillohet në mënyrë të pavarur kur lidhjet me ekosistemet e tjera ndërpriten. Mali i 7 ngjyrave, Vinicunca në një lartësi prej më shumë se 5000 metrash në Andet peruviane, shtrihet një formacion gjeologjik i dallueshëm për rregullimin e dukshëm të brezave minerale me ngjyra të ndryshme. Mali Vinicunca, i njohur edhe si mali i 7 ngjyrave, shtrihet brenda vargmalit Vilcanota në juglindje të Cuscos. Pamja e saj nuk është rezultat i ndërhyrjes njerëzore, por përkundrazi akumulimi i sedimenteve të ndryshme gjatë miliona viteve. Shtresat me ngjyra janë rezultat i materialeve minerale të depozituara në periudha të ndryshme gjeologjike. E kuqja vjen nga oksidet e hekurit, e verdhë nga komponimet e sulfurit, e gjelbra, e kloriteve, dhe ai i bardhë, i bërë nga kuarc ose gur ranor të lehtë.
Çdo shirit korrespondon me një moment të ndryshëm akumulimi dhe me kushte të veçanta kimike që përcaktuan ngjyrosjen e tij. Për një kohë të gjatë, mali mbeti i mbuluar nga një shtresë e trashëbore dhe akulli. Pamja e saj aktuale u bë e dukshme vetëm në dekadat e fundit, pas një procesi gradual të shkrirjes. Ky ndryshim lejoi ekspozimin e drejtpërdrejtë të shtresave, të cilat mbetën të fshehura nën sipërfaqen e ngrirë. Që atëherë vendi është dokumentuar nga gjeologët dhe është bërë një atraksion turistik. Qasja në Vinicunca bëhet nëpërmjet rrugëve të larta malore. Rrugët kalojnë nëpër terren të pabarabartë me lartësi që kalojnë 4000 metra. Kushtet e motit mund të ndryshojnë papritur me era të forta, shi ose rreshje bore. Lartësia gjithashtu përbën një sfidë fizike për vizitorët, kështu që rekomandohet aklimatizimi paraprak. Liçeni i mumifikuar, në Atron në Tanzanin Veriore, pranë kufirit me Kenyan, ndodhet një liçen alkalin, përbërja kimike e të cilit e bën mjedisin pothuajse të papajtueshëm me jetën. Liçeni në Atron zë një depresion në luginën e madhe të riftit dhe karakterizohet nga ujërat e tij jashtëzakonisht të kripura, përi i lartë dhe aftësia për të kalcifikuar organizmat që vinë në kontakt me të. Ndryshe nga liçenet e tjera, ai nuk shërben si burim ujë të freskët ose si një habitat i rregullt për peshqit. Alkaliniteti i liçenit është rezultat i akumulimit të karbonatit të natriumit dhe mineraleve të tjera që vinë nëpërmjet rrjedhjes nga kodrat vulkanike aty pranë, veçanërisht nga mali Oldoinio Lengai, një vulkan aktiv që nxjerr lavë të pasur me natrokarbonatite. Këto komponime treten në ujë dhe, nën veprimin e nxehtësisë dhe avullimit intensiv, gjenerojnë një tretësirë shumë alkaline që mund të arrijë një pH të lartë se 10.5. Temperatura e ujit në sipërfaqe mund të kalojë 40 gradë Celsius. Në këto kushte, jeta ujore është jashtëzakonisht e kufizuar. Vetëm disa lloje algash, bakteresh halofile dhe jo vertebroresh të vegjël janë në gjendje të mbjetojnë. Megjithatë, zona përdoret nga koloni të mëdha flamingosh të vegjël, të cilët folezojnë në zona që janë të vështira për t'u arritur për shkak të krypësisë dhe izolimit. Fenomeni më i habitshëm i liçenit ndodh kur zogjt ose kafshët e tjera ngordhin në ujërat e tij. Përqendrimi i lartë i mineraleve shkakton dehidratim të shpejtë dhe shtresëzim të jashtëm, gjë që krijon një efekt mumifikimi natyror. Trupat mbeten të ngurtë, të mbuluar nga një shtresë e bardhë ose gri që ruan format e tyre të jashtme. Ky proces nuk përfshin petrifikim ose fosilizim, por më tepër një ruajtje sipërfaqësore për shkak të reaksionit kimik midis indeve dhe mineraleve. Sipërfaqja e liçenit ndryshon ngjyrën në varësi të kohës së vitit dhe përqendrimit të mikroorganizmave. Mund të ndryshojë midis të kuqes, portokallit dhe të bardhës, varësisht nga kolonitë e cianobaktereve të pranishme dhe niveli i avullimit. Mungesa e bimësisë bregore dhe tekstura e ngurtësuar e brigjeve përforcojnë përshtypjen e një peizazhi të thatë dhe statik. Qasja në liçen është e kufizuar. Nuk ka vendbanime të përhershme në skajet e saj. Rajoni është i banuar nga komunitetet masai të cilat përdorin zonat ngjitur për kullotje, por nuk konsumojnë ose nuk përdorin ujin e liçenit. Turet zhvillohen me guida vendase dhe hyrja në ujë është ndaluar për shkak të natyrës së tij gërryese. Liçeni natron është objekt studimesh mbi adaptimin mikrobik, proceset e avullimit të ujërave të kripura dhe kushtet ekstreme në ekosistemet toksore. Disa studiues e kanë krahasuar atë me mjediset marsiane ose hënore për shkak të kombinimit të nxehtësisë, alkalinitetit, kripësisë dhe mungesës së jetës komplekse. Pavarësisht pamjes së tij armiqësore, liçeni shërben një funksion të rëndësishëm ekologjik si vend folezimi dhe streh për zogjt shtektar. Gjeografia e saj e pazakontë dhe kimia agresive e vendosin atë ndër trupat më ekstrem të ujit të dokumentuar në sipërfaqen e tokës. Edhe pse ndajnë të njëjtin planet, këto vende duken të huaja për çdo logjik. Ato nuk përshtaten në harta, rregulla apo shpjegime të thjeshta. Ato ekzistojnë, por janë shqetësuese. Dhe sa më shumë ti eksplorosh, aq më e vështirë është të dish se çfarë fshehin në të vërtetë.